Vizita e presidentit të Republikës së Shqipërisë Bega në Dallas, 2 ditë që bashkuan komunitetin aty. Vizita e presidentit të Republikës së Shqipërisë Baran Bega në Dallas u kthye në një ngjarje të rëndësishme për komunitetin shqiptar në Teksas, duke forcuar lidhjet mes diasporës dhe institucioneve shqiptare. Gjatë qëndrimit 2 ditor në rajonin Dallas-Fort Worth, presidenti shoqëruar nga ambasadori Ervin Bushati dhe një delegacion zyrtar zhvilloi një sër takimesh me komunitetin shqiptar dhe përfaqësues të institucioneve lokale. Vizita u organizua në Qendrën Kulturore Shqiptare-Amerikane në Teksas, një nga institucionet kryesore të diasporës në këtë rajon. Dita e parë u karakterizua nga një takim i ngrohtë dhe i drejtë për drejtë me komunitetin. Presidenti u përshëndet nga qindra bashkomas dhe zhvilloi biseda të afta me familjet shqiptare. Një moment simbolik ishte dhurimi i një libri të shkrimtarit të madh Kadare për bibliotekën e qendrës, shën lidhje mes kulturës dhe brezave të rinj. Vizita shkoi në shkollën shqipe DFW, ku presidenti u njoh nga afër me nxënësit e mësuesit, duke theksuar rëndësinë e përhapjes dhe ruajtjes së gjuhës dhe identitetit kombëtar në diasporë. Në ceremoninë qendrore ku morën pjesë qindra shqiptare, u mbajtën fjalime zyrtare dhe u interpretuan himnet kombëtare të Shqipërisë dhe SBA-s. Presidenti Bega e vlerësoi komunitetin shqiptar në Dallas si një nga më dinamikët e të organizuarit, duke cilësuar këtë zonë si shqiptare në zemër të Teksasit. Dita e dytë përfshiu takime institucionale, mes tyre një takim me kongresmenin amerikan Keith Self, si dhe diskutime me drejtuesit e komunitetit për zhvillimin e mëtejshëm të diasporës. Një moment prekës ishte vizita në vendin e prejrës të dëshmorit shqiptaro-amerikan Ervin Dervishi, ku presidenti u takua edhe me familjarët e tij.